Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Kryeministri Edi Rama nga Prishtina ka bërë thirrje për drejtësi për ish-krerët e UÇK-s në Hag. Gjatë fjalës së tij Rama theksoi se pretenca nga prokuroria nuk qëndron në asnjë rast, ndërsa theksoi se për çfarë ka ndodhur në luftën e Kosovës, atëherë me qëndrimin në dhënë do të duhet të ketë arrestime të tjera. Ai bëri krahasime me të dënuarit për krime lufte nga drejtësia ndërkombëtare, duke përmendur figura si Radovan Karadzic, Ratko Mladic dhe Stanislav Galic dhe Milan Lukic, të dënuar me burgim të përjetshëm për krime të rënda, përfshirë genocidin në Srebrenicë. Prokuroria nuk pati kapacitetin të provojë asgjë të ngjashme, sepse nuk ka asgjë të ngjashme në aktivitetin e kadrëve dhe isëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Nuk ka asnjë lidhje aktiviteti i tyre dhe ushtrisë shqiptare të Kosovës me terrorin mbi popullsinë civile, Rama theksoi se nëse kërkesa e prokurorisë do të konsiderohej e drejtë, atëherë përgjegjësia do të duhet të shtrihej dhe më gjerë, duke përmendur udhëheqësit perëndimor që mbështeten ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë. Nëse Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi duhet varrosen për zgjallje për luftën dhe për çfarë ka ndodhur gjatë luftës në Kosovë, atëherë duhet të vazhdojnë arrestimet. Duhet arrestohet Bill Clinton, duhet arrestohet Javier Solana, duhet arrestohen Tony Blair, nuk diskutohet, kryeministrat e tjerë të vendeve që i dhanë dritën jeshile bombardimeve. Me këtë rast, kryeministri Edi Rama tha se presidenti Osmani është kërcënuar për 2 vjet nga prokuroria specializuar në Hag, pasi nuk lejoi që prokurorët të kërkonin për prova edhe në zyrën e presidentit në Prishtinë. Nuk është sekret shtetëror për mua që edhe presidenti i Kosovës është kërcënuar. Dhe këtë gjë nuk e dini sepse nuk është thënë asnjëherë, po e them sot. Është kërcënuar sepse nuk ka lejuar që prokurorët të dhunonin zyrën e institucionit president Kosovës, se me demek do kërkonin edhe aty provat e krimeve kundër njerëzimit. Tha Rama në ceremoninë e promovimit të librit kur heshtja flet të ish ambasadorit Ahmet Shala. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani deklaron se gjykimi në Hag është i padrejtë. Ajo ndal në rëndësinë historike të lirisë së Kosovës dhe sakrificën e brezave që udhëhoqën luftën çlirimtare. Në kohët më të rënda dhe në ditët më të errëta për popullin ton, Kosova pati bij e bija që udhëhoqën luftën tonë çlirimtare dhe i dolën Zot atë dheut, duke dëshmuar se liria ishte më e shtrenjtë se sa edhe vetë jeta. Histori, këtë të vërtet e këtë triumf, ne duhet të mbrojmë me krenari në çdo kohë, në çdo vend, kudo në botë. Sepse UÇK-ja është ideali më i fuqishëm i ndërtuar nga shqiptarët ndër shekuj. Deklaroi Vjosa Osmani. Të shpallet i pafajshëm është thirrja e avokatëve të mbrojtjes së Jakub Krasniqit në Hag. Qëndrimi është i qartë, Jakub Krasniqi nuk është përgjegjës për vuajtjen e përshkruar në këtë proces. Provat nuk vërtetojnë se urdhëroi, inkurajoi apo mbështeti apo kishte synim në kryerjen e krimeve ndaj civilëve. Në të kundërt, Krasniqi artikuloi nevojën për të mbrojtur civilët shqiptar apo serb, thuhet në vlerësimin e mbrojtjes. Avokati Eiden Elles, i cili përfaqëson Jakub Krasniqin, tha se krimet nga anëtarët e policisë ushtarake nuk janë provë se klienti i tij kontribuoi në to. Rezolut nga 30 deputet zvicerian dërgohen në dhomat e specializuara të Kosovës. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s konfirmoi se rezoluta u dorëzua në Hag. Krerët e kësaj organizate theksuan se çështja e standardeve të drejtësisë po fiton mbështetje më të gjerë ndërkombëtare, përfshirë nga deputet të Asamblesë Parlamentare të Zvicrës. Adresimi i këtij dokumenti përfaqëson një hap simbolik drejt respektimit të standardeve ndërkombëtare të drejtësisë dhe parimit të një procesi të paanshëm. Ministri i Mbrojtjes i Kosovës reagon pas deklaratave nga shefi i shtabit përgjithshëm të ushtrisë së Serbisë, generali Mojsilović, të cilat tentojnë të paraqesin forcën e sigurisë si kërcënim për komunitetin serb në Kosovë. Përmes rrjeteve sociale, Jub Maqedonsi vlerësoi këto pretendime si të pavërteta, të papërgjegjshme dhe në kundërshtim me realitetin në terren. Në përgjigjen e ministrit maqedonsit thuhet se forca e sigurisë së Kosovës vepron nën kontroll të plot civil, në përputhje të plot me kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës, si dhe me detyrimet tona ndërkombëtare. Për ministri maqedonsi, narrativat që synojnë friksimin e komuniteteve ose justifikimin e politikave destabilizuese nuk kontribuojnë në paqe dhe stabilitet. Politik.
Kryeministri Albin Kurti kërkoi sërish kreut të zyrës së Bashkimit Evropian dhënien e statusit të vendit kandidat për Kosovën, si dhe pyetësorin për anëtarësim nga Komisioni Evropian. Në një takim me Ajavo Orav, shefi i qeverisë vlerësoi se BE mbetet partneri besueshëm për Kosovën. Përsërita zotimet e Republikës së Kosovës se shteti ynë do të jetë, siç ka qenë përherë, partner i besueshëm dhe serioz i Bashkimit Evropian, dhe ne konsiderojmë që Bashkimi Evropian është organizata e paqes dhe sigurisë, ku ne dëshirojmë edhe të kontribuojmë, edhe të përfitojmë, e për këtë është nevojshme që sa më parë ta marrim statusin e vendit kandidat dhe pyetësorin nga Komisioni Evropian. Kryeministri Kurti falenderoi dhe shefin e misionit për mbështetjen e dhënë nga Unioni. Për aprovimin e planit të rritjes së Bashkimit Evropian, i cili e ka një vlerë të gjithëmbarshme për Republikën tonë 882.6 milion euro, nga të cilat afër 30% janë grante, ndërka që diç mbi 70% janë kredi. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Ajavo Orav, përshëndeti miratimin një kohë të shkurtër në kuvend lidhur me planin e rritjes dhe shpreson që procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian të vazhdojë për një të ardhme të përbashkët. We all know that last year the limits of the Kosovo constitution were tested. It took some time, but I'm sure that now it's possible to move forward. Të gjithë e dim që vitin e kaluar u testuan limitet e kushtetutës. U derdh ca kohë, por besoj që tani është e mundur që të lëvizim përpara në drejtimin e dur. Është me rëndësi që nga ana europiane të kemi një partner, një qeveri të qëndrueshme. Jam gjithashtu i lumtur se marrëveshjet lidhur me planin e rritjes u miratuan kaq shpejt në kuvend dhe tani procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian vazhdon. Shpresoj që me Kosovën të kalojmë faqen tjetër të librit dhe të vazhdojmë për një të ardhme të përbashkët. Hope very much that with Kosovo we are able now to turn the new page and to move towards better joint future. Deklaroi ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Ajavo Orav. Fillon shqyrtimi i buxhetit 2026 në kuvendin e Kosovës. Ministri i Financave Ekuran Murati tha se ky dokument financiar parashihej të miratojë më 31 tetor të vitit kaluar, por në mungesë të një kuvendi funksional dhe në mungesë të konsensusit ai nuk kishte miratuar. Ministri i Financave i Kosovës u ndal tek kategoritë në të cilat do të shpenzohet buxheti. Paga dhe shtesa 980 milion euro, mallra dhe shpenzime 545 milion euro, subvencione dhe transfer 1 miliard e 358 milion euro dhe shpenzime kapitale 998.4 milion euro apo 807 milion euro të financuara nga granti dhe buxheti i rregullt, si dhe 100 milion euro të financuara nga klauzula e investimeve, tha Murati përpara ligjvënësve. Kreu i grupit parlamentar të lëvizjeve vendosje Arbëria Nagafsi tha se përkrajnë projekt ligji për buxhet të vitit 2026. Sipas saj, ky është buxheti më i madh që ka pasur ndonjëherë vendi. Për Nagafsin, buxheti adreson kujdesin për gjithë sektorët, departamentet dhe të gjitha shtresat e qytetarëve. Aktualitet. Kryesocialisti Edi Rama mbledh grupin parlamentar ku prezantohen edhe ndryshimet e propozuara ligjore përmes të cilave synohet që të mos lejohen më gjykata të pezullojnë nga detyra ministrat apo postet e tjera kushtetuese. Ndryshimet ligjore mbajnë firmën e Edi Ramës, kreu të grupit Partisë Socialiste Taulant Balla dhe kryetarit Komisionit të Ligjeve Ulci Manja. Çfarë propozojmë konkretisht në nenin 242 të Kodit Procedurës Penale? Ky nen ka të bëjë me masat ndaluese që ka Kodi i Procedurës Penale. Dhe në pikën 1 të këtij neni sqarohet kompetenca që ka gjykata në caktimin e masave ndaluese që janë 2. Pezullimi nga detyra, që është një masë gjyqësore që garanton hetimin, dhe ndalimi i ushtrimit të një veprimtarie të caktuar që është përsëri një masë ndaluese, por që lidhet me dënimin, me vendimin përfundimtar që shqipton gjykata. Nuk jemi tek kjo e dyta, por jemi tek pezullimi nga detyra. Pas prezantimit në grupin e Partisë Socialiste, propozimi me ndryshimet ligjore për nenin 242 të Kodit Procedurës Penale do të depozitohen në kuvend. Miratimi këtyre ndryshimeve ligjore nuk ka fuqi prapavepruese dhe nuk çliron nga masa e pezullimit Belinda Ballukën, për të cilën socialistët pritet që këtë javë të mbledhin këshillin e mandateve për arrestimin, pasi gjykata të zbardh vendimin e saj, ku la në fuqi pezullimin nga detyra. Duhet bërë neni me të gjitha përcaktimet funksion për funksion, në mënyrë që mos ketë më mundësi interpretimesh në boshllëk. Kjo është arsyeja pse ne e bëjmë të nen këtë ndryshim. Dhe kush e lidh këtë me rastin konkret, bën një gabim shumë të madh, sepse kjo nuk ka lidhje me rastin konkret. Rasti konkret ka rrugën e vet, nuk ka fare lidhje me pezullimin. Por pezullimi është i papranueshëm.
Dhe për këtë arsye, siç e kam shpjeguar në takimin e përparshëm, ne do merremi me pezullimin për ta refuzuar me vullnetin e shumicës në kuvend ndërhyrjen në territorin kushtetues të pushtetit ekzekutiv. Partia Demokratike është kundër nismës së mazhorancës për ndryshimin e kodit procedurës penale. Deputeti Belit Këlliçi cilësoi ndryshimet propozuara nga socialistët si përpjekje për të garantuar imunitet për veten dhe ministrat e tij. Sipas Këlliçit, kjo lëvizje bie ndesh me frymën e luftës kundër korrupsionit dhe përbën një hap pas për Shqipërinë, duke rrezikuar barazinë para ligjit. Ai deklaroi se me këto ndryshime kryeministri dhe anëtarët e qeverisë synojnë mbrojtje të posaçme gjatë ushtrimit të detyrës, çka sipas tij vendos mbi qytetarët dhe mbi ligjin. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha pas paraqitjes në prokurorinë e posaçme deklaroi se mes të tjerave shmar në pyetje dhe për burimin e të ardhurave me të cilat është bler nafta që sipas tij është përdor për organizimin e foltoreve. Kjo ka lidhje me dosjen Partizani, ish xhelati i sigurimit të shtetit, Arben Kraja dhe Altin Troplini, pra kanë futur në hetim naftën që ka përdor Sali Berisha në deputet, që ka një kuptim kjo, për të bërë foltore. Ndërsa nuk munguan dhe komentet për nismën e socialistëve për ndryshimin e kodit të procedurës penale. Ai është nen që prek të ardhmen e çdo shqiptari. Ai është nen që dënon çdo qytetar shqiptar me mbylljen e dyrëve të integrimit. Ne jo që s'do ta votojmë, por ne do ta kundërshtojmë atë në mënyrën më të fuqishme dhe 20 shkurti do të jetë dita e kryengritjes madhe kundër korrupsionit. Me 23 shkurt të caktuar data për mbledhjen e Këshillit për Rregulloren, mandatet dhe imunitetin për të marrë në shqyrtim kërkesën e SPAK për imunitetin e deputetes Belinda Balluku. Mbledhja do të zhvillohet në orën 10 në drejtimin e kryetarit kuvendit Niko Peleshi. Po ashtu konfirmohet se në seancën plenare të 5 marsit parashikohet votimi i raportit të Këshillit. Balluku akuzohet për disa vepra penale lidhur me abuzimet në tunelin e Llogaras dhe të Unazës së Madhe. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Arben Taravari, paralajmëron zgjedhje të parakohshme parlamentare. Gjatë një pronocimi për mediat pas punimeve të kuvendit të 6 të partisë, Taravari u shpreh se përkundër deklaratave zyrtare të kreut të ekzekutivit, dinamika politike po shkon drejt një procesi të ri zgjedhor. Edhe pse nuk ka specifikuar një datë konkrete, kreu i Aleancës për Shqiptarët ka theksuar se çelësi i këtij procesi mbetet tek matematika parlamentare dhe vullneti i partnerit kryesor të koalicionit, VMRO DPMNES. Ai vuri në duke se kjo forcë politike zotëron 58 deputet, ndërkohë që për shpalljen e zgjedhjeve nevojiten 61 vota, duke e lënë vendimaren në varësi të rreshtimit të forcave në kuvend. Simbas asaj që i shohim çfarë ndodh, edhe pse deklarativisht kryeministri thotë se nuk do të ketë zgjedhjet parakohshme, intuita ime politike thotë se përsëri do të shkohet zgjedhjet parakohshme, s'du ta them kur, po mendoj se me patjetër do të vim në ashtu situatë që do të ketë nevojë për të mbajtur zgjedhjet parakohshme. Vjen reformimi i Aleancës për Shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut, drejtuar nga Arben Taravari. Pas dorëheqjes së sekretarit të përgjithshëm Blerand Ramadani jep dorëheqjen dhe sekretari organizativ Gadaf Yzairi. Informacioni për dorëheqjen e bëri të ditur Yzairi përmes rrjeteve sociale. Shfryzoj këtë rast për të përshëndetur me respekt të gjithë bashkëudhëtarët e mi dhe ata që ngritën këtë lëvizje duke i dhënë çdo ditë energji. Në të njëjtën kohë me sinqeritet kërkoj falje për çdo gabim apo dhimbje që mund të kem shkaktuar gjatë rrugtimit tim në Aleancë, shkruan mes të tjerash ish sekretari organizativ Gadaf Yzairi. Deputeti i koalicionit vlen në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut, Bekim Qoku, dënoi retorikën e përdorur nga presidenti serb Aleksandar Vučić ndaj zëvendës sekretare së NATO-s Radmila Shekerinska. Për deputetin e Republikës Maqedonisë së Veriut, sulmet personale, retorika denigruese dhe insinuatat me ngarkesë shoviniste nuk kanë vend në komunikimin politik të një presidenti. Qoku vlerëson se fjalët e Vučićit synojnë demigrimin njerëzor dhe gjinor, duke shpërfaqur një tendencë për përkesim në aspektin demokratik të rajonit. Deklarata e bashkëpunimit mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë nuk është pak kundër askujt, por investim për më shumë koordinim në frymën dhe standardet euroatlantike. Aleancat që ndërtohen mbi këto vlera nuk janë kërcënim për askënd që s'ka synime destabilizuese, apeloi Bekim Qoku. Koalicioni vlen dënon nismën e BDI-s në Çajir për formimin e një spaku lokal në Maqedoninë e Veriut, duke cilësuar atë si një përpjekje propagandistike dhe jo si një mekanizëm real për luftimin e korrupsionit.
Nga Vlen thonë se nëse kjo strukturë synon vërtet transparencë dhe përgjegjësi, atëherë hetimet duhet të nisin nga vetë drejtuesit e BDI-s për të dëshmuar se nuk bëhet fjalë për një spektakël politik, por për një proces të paanshëm ndaj çdo zyrtari pa përjashtim. Për Vlen, punën e parë që duhet të bëj SPAK në Maqedoni është të vendos komunikimin me SPAK-un e Shqipërisë dhe të kërkoj ekstradimin e Artan Grupit, simboli i arogancës dhe abuzimit të pushtetit, deklarojnë nga koalicioni Vlen. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.